Gjithmonë ndroja të momentin e kthehjenit. Thjesht doja ndëshkoimin e saj, devatimin e do bëken flokët e mia. Dhe unë mbrëm vonë, kam shfletu e-maila, mesazhe, dhe pash një mesazh që kish ardhur nga Endriti. Endrit Kolusha është djali i zonjës Ujkie, që patë mbo thirrje me ndihmu financiarisht. Endrit, mirë se erdhe Drit. Mirë se ju gjeta, si jeni mirë? Mirë, ti si je? Mirë, të dhe falja shumë për kohën që t'ju marrë. Më falja dhe unë që fola me ty dje vonë, por kur e pash mesazhin, s'mujta pak, s'mësha me prit deri nesërmen. Trego me Ndrit pak, kush je, qa je, tregoj dëgjuesve. Unë jam Ndrit Kolusha, nga Peja, kërkoj shumë falje për emocionet, po isha personi më i lumtur në botë, e kisha mamin si Drit, ashtu edhe fjalët e tua që më ke thonë që e ke nanën si Zoj, isha shumë i lumtur, me të vërtetë isha shumë i lumtur, derisa Zoti na sprovoi me një mundje shumë të rëndë për mamin, me leukemia akute. Edhe mendoja që më bllokuan të gjitha dyert. Mendova që me të vërtetë mos ka shpresë për asgjë në këtë botë. Mami u diagnostifiku me leukemia akute herën e parë. Suma ishte shumë e madhe, ishte 130.000 euro. Shtetit falenderit nga natyre, në një bëjmë 30.000, po me të vërtetë ishin shumë përballueshme për neve. S'kisha çfarë të vej, isha i vetëm, isha sugari i mamit, i lidhur shpirtërisht me të, sa që ndoshta është marrë që e them, por edhe pse isha i martuar, akoma kam pjetër për e me mamit. Thjesht doja ndëshkoimin e saj, devatimin e do bëken flokët e mia. Gjeta forcën dhe kurajon që dal vetë, kërkoj para për mamin, me ndihmën e vëllezërve, motrave, agjallarëve, personave që kur jeta ime si ka parë. Ndihmën e mediave, personave anën banë Kosovës. Telefonoja e radarit të betohem me shumë se 200 herë. Nuk mund të lidhe asësi me ju, si se doja me Valonin, që e falenderoj jashtë kune shtetër. Por një ditë që zë të harroj kur, të të me mbulej dhe zë të harroj kur, ishte kur një kolege juaj, gjyshi i thaj e kishte datëlindjen. I mbushte 73 vjetë, kërvej faljen për vjetë nëse ga bëjsh. Dhe pa pritur, numri si tonë, e kam edhe video ingjëzimin, po thute e ditë, po kumë që i zotit të këti. Nuk dhja që farë të veja, pjesë me erë dhe një fjallë, këti kluni zëtë që thash, mamin e kom në leukemia akute. Dëshira jote ishte ashe madhe, sa që më njëherë me ndihmove, e shpërndave, kërkove që të më ndihmojnë. Por, akoma e kisha e ditën një ndjenjë në zemër. Atë të më kësejt, mamis. Që në gjithë mund e ndroja që mamis të më kësejt njëtit. Me thash dhe mamis ishën që do të vitë të ti. Nuk do të rejtë të vi, do të vitë të ti. Mame ka lej, unë gjevën parat. Për brenda 3 jave të gjitha parat unë gjevën. Ishte mamin në Turki, vendosi të kthehej në sukses. Por Zoti herërisht në të lafaqaj me një mundje. Ishte hera 2 që mami ush diagnostiku me leukemia akute. Dhe tani çdo gjë kishte marrë fund. Çdo gjë kishte marrë fund. Parat u mbledhën.
nga të gjithë donatorët që jam falënderues nga toka në qiell. Për mami nuk mundet të më jetë të më. Fjalët e fundit të mamit kanë qenë jam falënderues për të gjithë personat që i kanë ndihmuar. Dhe kjo është tjera, sot tjera. Dhe e di që mami po më shikon, është që amaneti një shova në fund. Dhe jam falënderues nga toka në qiell për të gjithë personat që i kanë ndihmuar. Kam pas shumë frikë një thirë, për shkak që sa herë që u dëgjoj zërin, kishte persona, që në driti, po ti në radio, po mos është marrë, më të gjutë dikush që po ti në radio. Dhe isha një thirë pet, po kisha frikë të njerëzve. Kisha frikë se po ti isha për balë, më thojnë, i e behorë, që s'kisi në radio. Por, sot e gjitha forcën, e di që do të paraqikohem sërish, por thjesht duhet që amanetin e mami ka qenë në fund. Ti ke dhënë shembullin më të mirë, sa mirë njohës je, pavarësisht humbjes madhe që e ke, dhe këtë shembull do duhet ta merrnin edhe ata që paragjykojnë, e derisa ta bëjnë qofshin edhe vetë të paragjykuar. Pra, ti je shembulli më i mirë i Endrit, por vetëm një zonjë si ajo që e pasha ditë në fotografi, din me eduku djem si kur ti Endrit. Shumë faleminderit, dhe ti ta besëm që për mu ka qenë e letë, ta marrë letë dhe asaj dhe të dalë në për shtesh, të dalë në për të bitë të kërkoj para për të. Për nanën, deri në fund botës. Edhe, ato lloj paragjykime që është rast i vërtet. E ti, ka lloj raste, po e ti. Nana është nanë. Atë fjesë që munga që të era saj. Kërpe shumë falje për emocionet, po fjesë me mungan pra një asaj, dhe fjesë duhet të bëj krenar, me të tjilë që me kam. Duhet që Roelin e vogël që e kam djallin të në vogël, që është amanet i saj, të rreth, të edukoj, në këtë prez, si është në asë njëri, ndoshta s'mund të bëj si prind, 100% vërtetën, 100% të duhurën, por do të mundohem me meshe me shpirt, që i kusht në stoj, bravo për edukatin që e kjepë. Ti është për mamin tim dhe për vetën time, asë që më tepër. Unë shumë kam nevoj me të përqafë, se ti ke thonë dje, kam nevoj me ju përqafë, unë i kisha pas nevoj shumë tash ty me të përqafë. Faleminderit shumë e dita, sinqerisht nuk me mi dje jallë për një falenderu, po thjesht që kisha nevoj, shpirt me, vish më të falenderu për një, o vish më të thonë, e ti faleminderit për, ose në të tjesë bëjsh ama tepër. Vish kisha qenë ta një zonën, më thonë, faleminderit që këni qenë pra meje në kohën më të vështirën të emën. Dhe une jam shumë e lumtun që kam njerëz këtu që na ndëgjojnë tash, e janë gati për çdo rast me i qëndru afër Endrit, ti duhet të bësh i fort për hatër të nanës. Ajo s'do donte e sigurt me të pa kështu. Ke një arsye me vazhdu përpara, pas ke djalin, me rrit ashtu që shtriti ty nana. Kështu që bëje më të mirën. Shumë faleminderit për këto fjalë. Forca. Sinqerisht jeni angel që ljumë Kosova që të ka, sinqerisht. Ljumë ata përën, ljumë ata fëmijë që të kanë të nanë, e ljumë ata përën që të kanë të vajzë. Sinqerisht, ndoshta për ty është shumë pak e dita, po se betohet në Zot e dita. Një fjallë jote, një gjatë jote, për neve është shpëtim. Është diçka që do ta kuptosh ndoshta me kohën, por sinqerisht jeni një festar që s'ka të paguar. Unë të pres, hajde një ditë me familjen tënde dhe takohemi bashk këtu, pim një kafe, flasim për momentet e mira, me nanën, edhe vazhdojmë shoqërinë tonë bashk. Shumë, unë kërkoj shumë falje për kohën që ju mora së njëre, po jam falenderues edhe për gruan time, që sinqerisht e respektoj shumë dhe e du për shkak se ajo ka qenë iniciatora kryesore që kur personat thëshin mos fillë në radio, s'u bën, mos e orkest, që atë një kesh njerëz ka pas të betohen në Zot, ka pas këto lloj paragjykime,
për nushën që të më pas aftë që e ke, vazhdo, fjallë e njerëzve nuk ndalin kur, vazhdo. Edhe jam falenderues për të sinqeritet të njëtën. Ti e din që caktimet e Zotit ne e kemi parë me miliona herë që soni ndryshojmë, të paktën ti je i plotësuar dhe familja që ja keni dhënë gjitha mundësitë që ka shkenca ka mundsu. Dhe vazhdo tutje i fort për hatër të njëshe nënës, të përqafi shumë e ndret. Unë të falenderoj që je ka shumë mirë njës. Shumë falenderit për të sanë që ki vë për neve edhe ta kthejshë në gëzim gjithmonë, marë zëtë. E kthen dikush tjetër, edhe për ty, edhe për se cilin ushtar, ec para, i fort, e bëhu shembull. Shumë falenderit, do të jenë gjithmonë ka juve dhe pran juve dhe falenderit. Shpresoj me të ndëgju prap, Gjithmonë, edhe gjithë duhet të them edhe atyre njerëzve që më kanë thonë që mos thjesht një thonë që unë jam e ndrite. Ma herët s'kum pas ndoshta kuraje për më thonë jam e ndrit Kolusha, apo sot me plot shpirë, e thëmë unë jam e ndrite. Edhe në kush do që ka nevoj, unë jam e ndrit Kolusha. Atë në troket në derën time, në 2 natës do të hapi derën për ju. Ky komunitet është në radar, jo aj. Faleminderit e ndrit, qofsh me jetë gjatë. Amen. Bashkë me djalin tënd, familjen tënde, zonjën që e ke afër. Miru pafshim, të përqafim shumë.